Urat tip Bel dhe ato pasarel janë objekte të artit me koston më të lartë të mirëmbajtjes. Shkak për këtë bëhet dëmtimi i shpeshtë i shtresës prej dorase, e cila nuk reziston gjatë për shkak të kushteve klimatike. Një problematikë e tillë ka edhe ura që lidh fshatin ndars me qytetin e Klosit. Edhe pse kësaj ure janë zëvendësuar disa herë dorasat, ato dëmtohen shpejt duke u bërë problem për qarkullimin e automjeteve. Drejtuesit e mjeteve thonë se zgjidhja duhet menduar më mirë për këto ura, të cilat janë jetike për banorët e fshatrave. Është mërmetu për herë me rrasa jashtë standardi, pasazhinume edhe prishet. Rrezik makina çajnë sa herë gomët tu, sa nuk i vend material të mirë. Mu bë me betonë mirë. Nuk kemi tunelin si lidhët Zipri dhe Keta, o cop për cop, i kemi shku bashkisat e 4-5 vetë, në thotë nuk maj përgjësi për tunelin të jetë, ju duhet vini ka rrugë e Arbrit. Për urgjencë, për çdo gjë, këto në gjithësore më u lidh Keta edhe Zipërhënia. Ndërkohë të kontaktuar nga ana jon, drejtues të bashkisë Klos thanë se ka një projekt për ndërtimin e një ure betoni në vend të asaj Bel që lidh fshatin ndars me qytetin e Klosit. Sipas tyre, financimi do të bëhet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe puna për ndërtimin e urës së re do të nisë shumë shpejt.